Ka qaste në historinë e një kombi, kur koha duket sikur ndalet, kur e shkuara, e tashmja dhe ardhmja përplasen në një pikë të vetme dhe kërkojnë përgjigje. Është ajo kohë kur errësira bëhet e rëndë, kur fjala shuhet, kur dia ndalohet dhe shpresa vihet në provë. Por pikërisht në këto qaste, lind nevoja për dritë, jo një dritë të zakonshme, por një dritë që udhëheq, që zgjon, që i jep kuptim sakrificës dhe i hap rrugë së ardhmes, sepse historinë nuk e bëjnë vetëm ngjarjet. Historinë e bëjnë njerëzit që guxojnë të ngrihen mbi kohën e tyre, ata që nuk pranojnë të heshtin, ata që nuk dorëzohen përballë vështirësive, ata që e kthejnë jetën e tyre në një mision, në një betejë të përhershme mes dijes dhe paditurisë, mes lirisë dhe nënshtrimit, mes dritës dhe errësirës. Dhe kur një komb kërkon të mbijetojë, ai nuk kërkon vetëm armë, ai kërkon mendje që ndriçojnë, zemra që nuk lëkunden dhe zëra që nuk shuhen kurrë. Në një kohë të tillë, në një vend që kërkonte të zgjohej, u shfaq një njeri që do të jetonte jetën mes pushkës dhe pendës. Kjo e diele e emisionit autokton na pozicionoi pikërisht në kryeqytet në Tiranë dhe jemi vendosur në një nga rrugicat historike të vjetra të hershme të Tiranës, e njohur si rruga historike me emrin Hafiz Ibrahim Dalliu. Jemi shumë pranë medresesë së Tiranës dhe do të sjellim këtë herë në këtë dokumentar figurën e Haki Sharofit, një figurë tjetër emblematike e cila është radhitur si eseist, publicist, shkrimtar, mësues, por dhe një njeri që dha një kontribut jashtëzakonshëm në mbështetjen e patriotizmit asaj kohe. Ai lindi në vitin 1894 dhe ndërroi jetë në vitin 1977. Ai ndërtoi dhe karakterin e tij dhe u brumos në familjen e tij, e cila kishte tradita të hershme, por trashëgoi tek ai ndjenjën e adhetarisë, por dhe të dashurisë për arsimin. U arsimua dhe ndoqi të gjitha studimet për të bërë më vonë një personalitet në fushën e arsimit, i cili ndërtoi disa vepra që u zbehën me kalimin e kohës dhe pas ndërrimit të jetës së tij, por edhe nuk gjetën dritën e botimit deri vonë në vitet e mëvonshme, por së shpejti ne do të kemi dritën e botimit të një prej veprave të tij, ku kjo bisedë gjatë dhe kjo figurë do të vijë nëpërmjet këtij dokumentari nga bashkëbisedimi që do të bëjmë me historianin dhe orientalistin shqiptar nga Tirana, zotin Ermal Bega. Haki Sharofi nuk ishte thjesht një figurë e kohës së tij. Ai ishte vetë koha që kërkonte të zgjohej. Një njeri që nuk pranoi të jetonte në hijen e rrethanave, por vendosi të bëhej dritë për të tjerët. Një mësues me shpirt të luftëtari, një mendimtar me zemër atëdhetari, një penë që shkruante aty ku pushka kishte folur. Ai lindi më 10 prill 1894 në Dipër të Madhe, në një trev ku historia nuk rrëfehej vetëm me fjalë, por me qëndres. Që në rinin e tij të hershme, Sharofi e kuptoi se arma më e fortë e një kombi nuk është vetëm pushka, por dija, dhe këtë bindje e ktheu në mision jete. Në një kohë kur shkollat shqipe ishin të rralla dhe të rrezikuara, ai guxoi të hapte dyert e dijes në Peshkopi. Në vitin 1914, nuk ishte banka, nuk ishte libra, nuk ishte kushte. Nxënësit uleshin mbi postiqe, shkruanin në fletore të përgatitura me dorë, ndërsa një copë llamarine shërbente si tabel. Sharofi nuk u mësonte vetëm shkronjat, por u mësonte të ishin të lirë, dhe pikërisht për këtë, puna e tij ishte e rrezikshme. Për ta sjellë më pastër, më qartë dhe në real figurën e Haki Sharofit, jam në këtë intervistë të gjatë me zotin Ermal Bega, i cili ka qenë pjesë e emisionit autokton dhe të figurat tjera që gëzojnë një atribut të jashtëzakonshëm, si në atë të penës, por edhe të luftës. Mirë se erdhën në autokton sërish dhe faleminderit që të ndajmë bashkë këtë bisedë të gjatë.
lidhur me një figurë shumë emblematike siç është ajo e Haki Sharofi. Faleminderit. Le ta nisim fillimisht kush ishte Haki Sharofi? Ku lindi ai? Cili ishte qyteti i lindjes së tij? Haki Sharofi është për mua si studios orientalist një nga figurat më të njohura me të cilat jam marrë me veprat e tij. Ka lindur në Dibër, në sherrin e Dibrës, që sot është fatkeqësisht në Maqedoninë e Veriut, dhe një qytet me shumë trashëgimi dhe kulturë të madhe, ku personalitete të shumta kanë dalë për atij qytete. Ai lindi atje, por në moshën diku tek 30 e disa vjeçare, erdhi në Tiranë dhe u vendos në Tiranë përfundimisht në një rrugë që njihet sot si rruga Oxhasim, dhe aty ka shtëpinë e vet, edhe ka vazhduar më tej pasaj studimin në Medresën e Tiranës, ka vazhduar normalin e Elbasanit, dhe pasaj është vendosur edhe mësues, por edhe drejtor i Medresës së Tiranës, që konsiderohet si drejtori i fundit i kësaj medreseje. Zoti Eman, ne në krye të herës bëm një bisedë së bashku për të ndarë pak sa emocione për Tiranën e vjetër, për objektet e vjetra, për shtëpitë e vjetra të Tiranës. Ai më thotë se shtëpia e Akiut është në shtëpi më shumë se 100 vjeçare, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës së Hoxha Tashi. Ne ndodhemi në këtë rrugicë dhe zgjedhur prej më shumë se një herë në autokton. Pse? Sepse të faktën unë e shoh si një nga rrugicat më të vjetra që ka Tirana, ose në ato që ekzistojnë nga të rrugicat e vjetra. Hakiu lindi në Dibër, por marrëdhënien e tij dhe jetën e tij e ndau në pjesën më të madhe të jetës e ndau me Tiranin. Dibra ka nxjerrë shumë figura. Një vend i cili ishte jo vetëm patriot, kishte njerëz patriotë, por edhe njerëz të pendës, njerëz të cilët dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe mbetën në radhët e historisë. Njëkohësisht edhe Hakiu. Hakiu ishte një djalë i ri i cili lindi në 1894, një vit që tashmë s'ka nevojë të jepi një shpjegim, sepse sigurisht që politikisht, ekonomikisht viti i vështirë. Vetëm në vitin 1912, pikërisht kur do shpallej pavarësia e Shqipërisë, ai ka qenë një personazh i cili u emërua mësues. Ishte një mësues i cili ishte më shumë se 2 vite apo 3 vite më i ri nga nxënësit që ai jepte mësim. Pse ky gen tek Hakiu? Si shpjegon? Atëherë, ai është vërtet që lindi në Dibër. Dhe siç e përmendet, Dibra vetë kanë nxjerrë personalitet të mëdha, por edhe në një kohë të vështirë kur edhe shqiptarët e Dibrës u detyruan që të largohen dhe shumica e tyre gjetën në vend Tiranë. Një prej tyre ka qenë familja e Haki Sharofit, vetë ai pastaj me bashkëshorten që u martua dhe me fëmijët u vendosën në Tiranë. Dhe dëshira e tij ka qenë që në krye të herës për shkak të medresesë të Tiranës, ku e kemi përballë nesh, dhe ishte vetë medreseja e cila e rriti atë nga ana intelektuale, duke bërë të mësoj shumë gjuhë tuaja, përfshirë këtu dhe arabishtën, osmanishten dhe persishtën, dhe ai u bë dhe mësues i arabishtës më tej në atë medrese. Kjo dëshirë e tij, si edhe shumë medresisëve të asaj kohe, të cilët më vonë u arsimuan në shkolla të arsimit mësimor ose në shkollat e pedagogjike, sepse nuk ishin në një institucion më të lartë për të bërë hoxh ose një intelektual musliman. Dhe këta e gjetën veten njësoj se Hakiu, prandaj dhe ai shkoi edhe në Elbasan, normalin e Elbasanit, sepse dëshira e tij për të dhënë mësim ishte e tillë që u vendos për të vazhduar për mësimdonin. Nga veprat e tij të veçanta është edhe edukata morale dhe fetare, e cila u bën bazë për mësimin në medrese nga nxënësit e asaj medrese të Tiranës. Po edhe spikat në veprimtarinë e tij, Patjetër. Veprat e tij spikat kjo fushë. Pra edhe një vëmendje të jashtëzakonshme rorit të gruas, të nënës, domethënë për të hequr ato mendime trapanike, si quheshin asaj kohe. Ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në këtë fushë. Cilat janë veprat e Hakiut? Duke qenë se jam marrë me veprat e Haki Sharofit që nga viti 2008, jam marrë më shumë me 2 vepra kryesore. Njëra është Kongresi i Dibrës dhe tjetra është Qyteti i Dibrës në 2 vëllime, po unë jam marrë me vëllimin e dytë. Kongresi i Dibrës i shkuar nga Qenani në Manastiri, i cili ka qenë pjesëtar në Kongresin e Dibrës, bashkë me shumë dietar tjerë si Hafiz Ali Koça dhe Abdulypi e tjerë. Qenani shkruajti në gjuhën osmane, me që ishin pjesë ende e shtetit Osman, Shqipëria është pjesa e shtetit Osman ende, shkruajti librin për Kongresin e Dibrës. Dhe këtë vepër Haki Sharofi e përktheu direkt nga osmanishtja. Krahas asaj jam marrë dhe me një vepër tjetër e cila është historia e Dibrës, sidomos me vëllimin e dytë, të cilën e kam radhitur, e kam ndihmuar djalin e tij që është ende gjallë, Islam Sharofi. Ja kam shkruar në kompjuter dhe e kam edituar nga ana gjësore, ku vetë Hakiu përmend
nga periudha që ka ardhur në Tiranë, përmend familjet më të njohura dibrane në Dibër, në sherrin e Dibrës së Njifit, sepse ajo ka qenë qendra më e njohur dhe më vonë u bë dhe peshopia që u njoh Dibra e vogël. Dhe aty tregon për zejet, për zanatçit më të njohur, për familjet më të mëdha, kush ka kontribuar në fusha ndryshme të kulturës dhe të jetës sociale dhe shoqërore të Dibrës. Ka bërë dhe një libër tjetër mbi filozofinë islame i pabotuar, të cilën jam marrë dhe me atë, i cili shpresoj do të shohë dritën e botimit së shpejta. Se kjo përzjedhje veprës së tij dhe kësaj figure, si shumë figura tjera që ju keni studiuar dhe keni... Duke qenë se jam orientalist, Aki Sharofi nuk është i vetmi që jam marrë, po jam marrë me shumë personalitet, të cilët janë marrë ose kanë dhënë kontribute në fushën shkencore në aspektin e gjuhëve orientale, qoftë osmanisht, qoftë persisht, qoftë arabisht, qoftë në aspektin letrar, qoftë në aspektin studimor. Do thotë njerëz, personalitet si Aki Sharofi, krahas shumë dietarë të mëdhenj musliman shqiptar, kanë dhënë kontribute dhe në lehtësinë botërore. Prandaj nuk është e thënë që vetëm nga ana fetare, por ata kanë dhënë dhe shkencore. Çfarë tipologjie, çfarë botëkuptimi ka pas pra ai si personazh? Botëkuptimi i tij do të thotë që ishte gjithanshëm, sepse ai përveç gjuhëve tuaja, ai ishte edhe arkivist. Do të thotë ishte më shumë edhe shkencëtar në aspektin jo vetëm fetar të ngushtë, me çështje fetare individuale të një besimtari musliman, por ishte më shkencor në kuptimin që ai është marrë dhe me arkivat e Institutit të Historisë në Tiranë. Ai ka dhënë një kontribut edhe për shkencën shqiptare të historisë, të cilat shumë nga veprat e tyre përfatkeqësisht do të thoya që janë vjedhur nga sistemi komunist, do të thotë janë transmetuar tek emra të tjerë që nuk kanë pasur vlera për gjuhën osmane, dhe duke e lënë një hije në fakt nga ana shkencore shqiptare, historiografisë shqiptare. Po e dyta që edhe sot e kësaj dite, përveç një çmimi që u dha pas vdekjes, që neve shumicën njerëzve personalitet na jepin pas vdekjes çmime, edhe aty të dha në vitin 1992-93 mos gabojm, dhe aty veprat e tij nuk është mjaftueshme, dhe veprat e tij nisën të mos njihen më në këtë aspekt. Edhe është çuditshme në fakt që nga brezi i ri nuk ka një të njohur, ndoshta nuk vaj përgjegjësi 100%, por të paktën në eksperiencën time shumë të rinj nuk e njohin veprën e Akishit. Është vërtet, është vërtet. Madje as vetë atë si personazh. Ai konsiderohet dhe drejtori i fundit i medresesë së Tiranës. Po, do thotë pas pavarësisë së Shqipërisë, medreseja e madhe asaj kohë që u njifte u hap, u vendos drejtori shqiptar, u vendos mësuesit e gjuhëve orientale dhe lehtësisë, shkencave fetare, dhe ky pastaj u vendos mbas medresesë, me që mbaroi vetë aty, u vendos dhe drejtori i saj ku dha kontribute në drejtimin dhe edukimin e brezave të ri. Çfarë nuk kuptoj asaj kohe me medresen? Pra si ishte situata, si zhvilloi mësimi, çfarë kishte asaj kohe medresea, sepse medresea emri i famshëm, ose në Tiranë te medreseja, për shembull. Çfarë nuk kuptoni me medresea? Medresea e kohës së Aki Sharofit do të thoya se ka pas atë nivelin e lartë të universiteteve të botës moderne sot. Në atë lloj medreseje që quhente medresea e lartë, mësoheshin 3-4 gjuhë tuaja, duke përfshirë gjuhën arabe, osmane, persisht, edhe italisht ose anglisht. Do të thotë ose edhe frëngjishtën, e cila ishte gjuhë e kohës, e njohur si lingua franca dhe ishte gjuha e shkencës Evropës asaj kohe. Medreseja ishte në nivelin e një universiteti, sepse mësoi gjuhë tuaja, përmenda, mësoi lehtësi botërore, mësoi për lehtësi edhe europiane. Patjetër, sepse shkollat shqiptare janë ndërtuar edhe nga të tjerë si Hafiz Ibrahim Dalliu, që ka qenë vetë hoxh. Medreseja e parë dhe për femra në Tiranë është bërë nga Hafiz Ibrahim Dalliu. Do thotë këto shkolla shqiptare, të cilat ishin ose 7 vjeçare ose u quheshin të larta, ato me nivelin e gjuhës dhe të mësimit të lehtësive dhe kulturës, kishte edhe shkenca, kishte astronomi, kishte gjeografi, kishte histori, mësoi për nivelin e universiteteve sot. Do thotë niveli i asaj kohe ka qenë shumë i lartë. Kur themi Aki Sharofi, na vjen ndërmend më njëherë hapja e shkollës së parë të tij. Po, ky është një nga kontributet e tij, i cili ka hapur shkollën e parë në
qytetin e Peshkopis, sa asaj kohe e cila ishte një qytet shumë i vogël, por ishte themeluesi i saj, sepse koha e mbretërisë i dha të drejtin që të bëjë dhe mësues, por edhe themeluesi i asaj shkolle, dhe ai u detyrua që ta hap atë dhe pastaj u kthye përsëri në Tiranë për të vazhduar në medresën e Tiranës. Dhe në fakt, historia tregon që vështirësitë asaj kohe për hapjen e kësaj shkolle, po dhe mësimi kur zhvillohej ishte jashtëzakonisht kushtet tmerrsisht të vështira. Megjithatë ai ja doli që ta hapte të shkollë tjetër themeluesi i saj dhe të nxjikte aty nga ky ambient, le të themi i varfër, nxënës shumë të mirë, të cilët i bëri që ta dashuronin arsimin. Nuk e di, rrjedh kjo dashuria për arsimin tek Hakiu nga prejardhja e tij, e paraardhësve të tij, apo ishte një njeri i formuar dhe i rritur me një brumë të tillë që... Do të thoja është edukimi i tij personal i cili e bëri atë të famshëm në vetë edukimin dhe arsimimin e tij për të vazhduar edhe si medresant, por edhe si gjutar, edhe si historian, edhe si arkivist, duke marrë me doshkrimet mbi trashëgiminë dhe historinë e shqiptarëve. Dhe këtë të mirë do të thoya ka kaluar dhe fëmijëve të tij, i ka trashëguar dhe arsimimin dhe dëshirën për diturinë, ku njëri djali u bë biolog, ndërsa vajza e tij u bë aktore e njohur, e cila ka luajtur dhe filmin Mamica në filmin Skënderbeu. Do të thotë të dy fëmijët i arsimoi përmes edukimit që vetë ai ka pasur. Presupozohet që jeta asaj kohe, edhe pse ka ardhur në Tiranë, ka qenë e vështirë. Mund të themi që këta artistë më dhejnë në vepra, në penë, në gjithë shka që bën, janë vlerësuar siç duhet nga vetë populli shqiptar, vetë nga institucionet që mbajnë përgjegjësinë për të vlerësuar këtë figurë. Ardhja e sistemit komunist, jo vetëm do të thoja, jo vetëm Aki Sharofin, por edhe shumë personalitete të tjera i lanë në arrest, duke ja zhdukur veprat e tyre, duke zhdukur emrin e tyre, duke munduar të paktën për t'ia zhdukur emrin dhe veprat e tyre, sepse ata ishin fanarët e edukimit dhe arsimimit të popullit shqiptar të asaj kohe. Nuk flitet këtu vetëm nga ana fetare, po edhe nga ana arsimore e lëndëve të tjera shoqërore dhe shkencore të momentit, të kohës. Ama ata ishin personalitet të edukuar me edukim dhe arsimim të lartë, të cilët ishin ndriçuesit dhe mësimdhënësit më të njohur të shoqërisë së asaj kohe. Dhe fatkeqësisht, sistemi komunist, duke dashur që të krijojë figura të reja për të mbrojtur sistemin e vet, u detyrua që të zhdukte shumë figura paraardhëse, dhe një prej tyre ishte edhe Aki Sharofi, i cili emri i tij në një farë mënyrë u zhduk brenda sistemit si mësimdhënës, si mësimdashës, si autor, si arkivist, si historian, si studios, dhe u mundua që ta asimilojnë, ta zbejnë dhe duke u munduar dhe t'ia hiqin dhe veprat e tij, kontribuet e tij shkencore. U zhdukën veprat e tij nga qarkullimi? Jo se u zhdukën sa patjetër, veprat e tij fetare nisën të zhdukeshin, sepse ishte sistemi komunist ateist. Ishte ateist. Ndërkohë, veprat e tij shkencore që duhet të publikonin për periudhën dhe nuk kishin të bëjnë me fen që sistemi u quante si ateist, edhe ato filluan të zhdukeshin ose të vjedheshin nga thojza studios të tjerë të papërgjeshëm për t'ia marrë veprat e tij, kontribuet e tij shkencore. Dhe mua më lind natyrshëm pyetja se si ka mundësi që na duket e çuditshme që një figurë si e Hakiut të mos persekutohej, burgosej apo dhe të internohej, ashtu si shumë mjeshtër të tjerë të fjalës, të artit. Do të thoya një nga arsyet se pse ai nuk u internua ose nuk u burgos, ishte sepse ai dha shumë rëndësi arsimimit dhe vetë shteti diktatorial i asaj kohe kishte nevojë për kontribues arkivista. Do thotë përveç arsimimit fetar, ai kishte edhe arsimimin arsimor ose pedagogjik dhe shkencor. Patjetër, edhe si orientalist, ai ishte edhe orientalist, një edhe orientalist. Përveç përkthimeve, ai është marrë dhe me arkivat të Institutit Historisë dhe të Arkivi Qendror të Shtetit. Dhe shteti diktatorial kishte nevojë për kontributin e veprat e tij dhe prandaj nuk e lanë që të burgosë ose të internojë ai dhe familja e tij. Dhe ju keni pasur mundësinë që të komunikoni me familjarët e tij, në këtë rast njerëzit më të afërt të tij që janë fëmijët. Patjetër që keni ndarë ndonjë bisedë me djalin e tij që kanë qenë ata ndonjëherë të kënaqur për vlerësimin që ka marrë babai i tyre nga institucionet, nga... Fillimisht në këtë aspekt do të shoh diçka, familja e tyre kanë jetuar gjithmonë, e përmendëm në fillim, në rrugën e Xhatasim. Dhe aty nga Tironësit njihet si mahalla e Sharofëve, sepse
edhe sot e kësaj dje, sepse ata kanë ndërtuar në atë kohë një xhami që u quante xhamia Meteneqe, e cila u shkatruar nga sistemi komunist dhe u bë një ndërtesë, një pallat me një arkitekturë shumë shëmtuar, do thoja, arkitekturore pa shije, sepse u shkatruar dhe objekte fetare, xhamia, që mirëmbajnë nga familjarët e tyre për shërbimin ndaj popullit. E para, kësaj asajt, familjarët nuk kishin, gjatë sistemit komunist, nuk kishin çfarë të ndikonin për veprat dhe vlerësimin për babajnë e tyre, po ndërkohë ata pritën, duke rritur edhe në moshë, vetëm në pas viteve 90, do të thotë pas sistemit komunist, ata pritën me dëshirë dhe me gëzim një vlerësim sado të vogël nga qeveria së kohe për vlerësimin pas vdekjes së Akisharofit. Do të thotë ata u gëzuan si mësuesi me titullin mësuesi popull. Nuk do të thoya që ka, sepse veprat e tij duhet të vlerësohen sot e kësaj dite, se mos ato që kanë lidhje me historinë e Shqipërisë. Krahas letërsive, krahas atyre që ka bërë për qytetin e Dibrës, por edhe krahas vepra fetare të mëdha që ka bërë. Do thotë veprat arkivorit duhen shfrytzuar më shumë dhe duhen promovuar edhe në arsimin ton qoftë të mesëm, qoftë në punë universitete. Është e vërtetë, në fakt kjo është një mesazh do të përcjellet jo vetëm brezave, por edhe institucioneve që kanë përgjegjësinë dhe kanë autoritetin për ta bërë këtë gjë që ju sapo that, por të jesh një eseist, të jesh një publicist, një shkrimtar, mësues, i përkushtuar, kesh bërë vepra kaq të mëdha me përbërje kaq të madhe dhe të mos kesh asgjë në arkivin e shtetit, kesh qenë edhe punojës i këtij arkivi. Pra të ruhet vepra jote, pra një ruajtje e cila për cilët brezave ose dikush që kërkon ta studioj dhe ta lexoj këtë vepër dhe mos e gjesh, është për të ardhur keq kjo. Kam pasur fatin që të merrem me veprat e tij, me ribotimin e veprat e tij dhe falenderoj shumë djalin e tij Islam Sharofi, i cili më besoi shkrimin në kompjuter të dëshkrimeve të tij. Dhe kjo ishte një kontribut që unë ndjeva moralisht për figurën e tij si orientalist, por edhe si historian, sepse ndjeva që më përshtatej me fushën time dhe dëshira e madhe për të kontribuar për veprat e tij, rigjallërimin e veprat e tij, dhe ato të papuntuara gjatë kohës sa ishte gjallë, ishte një dëshirë imja e cila më bën krenar dhe dashur për të marrë me vepra të tilla të këtij personaliteti të madh shqiptar. Para të thjeshta, apo e para të vështirë të gjeni veprat e tij për ti studiuar? Absolutisht. Pra, vetëm familja apo i gjetët të lirshëm? Unë me familjarët e tij jam njohur më herë para se të merrem me veprat e Akiut, ndërkohë që djali i tij kishte përfunduar botimin e parë të veprës Historia e Dibrës. E kishte bërë vetë dhe ishte marrë, por kur njoftëm bashkë pastaj, më besoi dhe pata dhe unë fatin, por edhe më besoi veprat e babait të tij, duke ditur që unë isha vetë studius edhe orientalist, tha Marta, dua që të ndihmosh për kontributin e veprave të babait tim të pabotuar ndonjëherë. Dhe ata ishin burimi im i vetëm nëpërmes zërit të tij për t'i marrë veprat e tij, për t'i lexuar, për t'i radhitur në kompjuter dhe për t'i botuar në fund ku emri im gjenet atë. Dhe mua më vjen mirë për këtë dhe që kam kënaqësinë të të kem në këtë intervistë dhe të dajmë së bashku ekskluzivisht atë që ju do bëni me veprën e tij. Mund të nxjerrim diçka ekskluzive në ato që ju po ndërtoni dhe do nxjerrni dritë në botim? Patjetër, një nga veprat e fundit që jam marrë nga kontribueta e Akisharofit, të cilin ja kam dedikuar dhe kohën time dhe kam modur në kompjuter duke redaktuar të faqosur, është një nga veprat e tij më të njohura që unë kam parë nga një autor personalitet shqiptar, parimet e nalta të Islamit ose të larta të Islamit dhe filozofia e tyre. Është një libër që bën fjalë për filozofinë islame i patrajtuar në një mënyrë të tillë si një personalitet shqiptar. Do të thotë, nuk kemi vepra të shumta për filozofinë islame nga autor shqiptar dhe kjo është një nga veprat e veçanta i cili do të botohet së shpejti. Do të botohet së shpejti, më vjen mirë. Është një vëllim shumë i madh, volum i madh. Ka rreth 300 faqe formati A5. Janë të gjitha shënimet e Akiut? Komplet i tij, me shkrimin me dorë kam marrë. Nga bukur shkrimi kisha dhe disa probleme nga ana të kuptuarit dhe u këshilluar me djalin e tij, por më në fund arritëm që ta kompletojmë në shkrim e presim që të botohet sa më shpejt. Do të jetë një vepër e cila do pritet me entuziazëm dhe do jetë e veçantë për... Besoj patjetër dhe shpresoj të bëjmë dhe një promovim. Jo vetëm për fenë islame flas. Jo, patjetër, është filozofi botërore. Filozofi islame është pjesë e filozofisë botërore që kanë ndikuar në të menduarit e popujve. Se kemi dhe filozofi perëndimore, kemi dhe lindore ose orientale. Pse mbeti pa botuar ky dorëshkrim i tij? Si shumë vepra e përmenda,
sa ka qenë gjallë, nuk do të thënë se sa pa turmosi, po do të thënë se sistemi nuk ka lejon të t'i botonte vepra të tilla. Dhe ishte pak e vështirë. Ishte pak e vështirë sepse kishte të bënë me filozofi islame, po atij t'ju ndaluan të botonte edhe librin Historia e Dibrës ose Kongresi i Dibrës, do thotë është pak e koklavitë, do thoja për sistemin në cilin ai ka jetuar, pse nuk arriti botoj sa ishte gjallë. Cili do të ishte mesazhi do t'i përcjellje publikut shqiptar për figura të tilla, për lënien pas në arrest të tyre, për vlerësimin siç duhet, në kohën kur ata jetonin dhe ishin gjallë, por ndoshta për 1001 arsye nuk mundet që sistemi t'i vlerësonte, po pas vdekjes meritonte akiu vetëm një mësues populli? Unë personalisht, si orientalist, kam shumë përstudiuar projektin e tij, se mos në arkivin e shtetit shqiptar, ose edhe në arkivat e Institutit të Historisë, i cili gjen në Tiranë. Por këshilli i tij do të thotë që veprat e tij dhe përkthimet e tij nga osmanishja për historinë e Shqipërisë do të jenë një burim shumë i madh për ata që studiojnë historinë, jo vetëm orientalist të fushës siç jam unë, po edhe historian që përfilozojnë në historinë e shqiptare të Perëndimit Osmane ose gjatë kohës së Shtetit Osman. Dhe do të jetë një arkiv shumë i mirë, një referencë shumë i mirë për këta studiosë të tillë. Edhe unë uroj që njerëzit interesohen edhe pse jo ta kërkojnë, po sigurisht që edhe veprat që do të dalin në botim së shpejti nga duart dhe puna juaj të na vjen në dispozicion, pse jo të zëri vend veçantë sërish në autokton si vepër, por edhe për ta përcjellë te publiku shqiptar. Falenderoj shumë për këtë intervistë ekskluzive lidhur me figurën e Aki Sharofit, një figurë e cila është emblematike në përbërjen e saj, por një figurë e lënë dhe pas në arrest, dhe kështu që edhe për mua ishte nder dhe kënaqësi që ta sillja në autokton. Aki Sharofi që ka erdhur nga Dibra Madhe atë, erdhën në Tiranë, i pritën thotë tiranësit jashtëzakonisht. Edhe Aki Sharofi është marrë në medresen, ka qenë dhe drejtori medreses, Naxhia Sharofi, Naxhia. Aki Sharofi me Naxhien është martu, drita ka qenë, dritë. Unë jam domethënë, pastaj motra, Adivia, ishte fajiku, po, Sekinja, jeta që jetonim ne ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Babai jem gjithmonë me epte porosi, për punë e fesë, e ka qatë, do të dhanë ato festat e fesë. Edhe bile, unë pasarës ke festat ka imagjinu që të është ato darkën e Bajramit e ka qatë, kjo është kërësorja. Edhe të është puna është që ato librat që ka botua kisha edukata fetare morale, e ka qatë, i qëshim tu kishte një dyqan e Komunitetit Musliman, që shiqin ato librat atje, për të shit librat. E tjerë, do të thonë, me një fjalë, çdo gjë që kishin për Aki Sharofin ne e kemi botuar.